Kryetari i grup seksionit për Pukën Enver Sulimani në hapje të takimit falenderoi banorët për pjesëmarrjen dhe u kërkoi mbështetjen e kandidatit Paulin Luli në zgjedhjet e 25 qershorit. Kryetari i Degës Puk së Partisë Socialiste Marash Kolaj bëri prezantimin e kandidatit, duke konsideruar si një figurë të kompletuar dhe se zgjedhja e tij deputet do të jetë një shërbim për Pukën dhe fusharëzën. Gjatë periudhës që nga përfundimi i arsimit të lartë deri sot ka qenë inkuadruar vazhdimisht në jetën politike të Pukës dhe gjithë Shqipërisë. Ka marrë pjesë në fushatët elektorale 2005, 2007, 2011, 2013, 2015 dhe sot e kësaj dite është përfaqësuesi i vetmi Pukjan që mund të përfaqësojnë Pukjan në parlamentin e datës 25 qershor. Ju kërkoj gjithë dhe ju bëjnë thirrje të gjithëve. Me 25 qershor, pavarësisht se cilit subjekt i takoni, të votojmë fuqishëm Partinë Socialiste numrin 2 Edi Ramën që Paulin Luli të jetë në Parlamentin e Shqipërisë si përfaqësues i të gjithëve neve. I deleguari i kryesisë së Partisë Socialiste në fushatën zgjedhore Pal Doçi e vuri tekstin tek masat konkrete për punësim, të cilat siç tha ai do të gjejnë zbatim pas 25 qershorit. Është një ideal model, një biznesmen i suksesshëm, sa shkesh nga ana ekonomike dhe ka ardhur të përvu para apo të mba biznes, por ka ardhur për një punë dhe një kulturë gjermane. Pavlini me votën tonë në parlament, që do shkoj patjetër, të ngrej dy nërmarrje fasonsh, një në fusharës dhe një në Pukë, që të kenë mundësi të gjitha gratë dhe motrat tona të jenë punësuara dhe nga periferia rreth rrotull. Plus asaj, ky do të ngrej edhe një fabrikë për bimë medicinale, këtu është kërpurdha, këtu është qeshia egër, dhe të ketë mundësi, domethënë, pavarësisht se është punë sezonale, por ketë mundësi dhe njerëzit punësohen. Kryetari i Bashkisë Puk Gjon Gjonej theksoi se për të qenë sa më të suksesshëm në shërbim të zhvillimit dhe të thithjes së investimeve, kërkohet edhe mbështetja e deputetit i cili me votën tuaj me 25 qershor do të jetë Paulin Luli. Që ndodhet ndoshta edhe ka qenë atëherë, sot ka një mendim tjetër. Çfarë do thotë? Ka një mendim tjetër që këtu kujna mbledh sot, marrë një viti si do bëjmë për 2019, këtu nuk do të kena këtë hapësinë, do ta kena shumë më të vogël hapësinën këtu, po do shkojmë pak më lehtë, sepse këtu do bën 24 apartamente për të pastaj. Nuk është pak për një qytet. Kanë rajt e kanë stërrajt, kanë marrë fond e komunitetit europian, qëtë s'kanë bo, edhe qëtë vazhdojnë të bojnë, e të zjerin pengesa antificet nërshme, për mos mu bo. Por, u garantej se me datën 12, ti mujtë, që e në mërna, hapet tender dhe fitën, kushta fitujnë e bënë Tirana, dhe me njëherë do vinë fillimi punimeve. Nësirë vëllazërsht, ti do u thëna ne, nuk do të shkujnë e këtë, dhe u garantej se mallësia votës është e barabartë si për kryeministrin si për një tjetër, se sa është kryeministri është shumë i thjeshtë, dhe nëse ne e bëjmë këtë punë, tini të bindur se do jeni të kënaqur me ata që do realizojmë, se gjithçka do vën funksionin tuaj dhe kjo nuk është mashtrim. Unë nuk kam ardhur as ky, nuk kena ardhur me lidh batanijat e me ik sikur kanë të tjerë. Kena ardhur me ne këtu, do rrim këtu dhe do bëjmë Pukën e qetë, e të mirë. Dua t'i shërbej Pukës dhe fusharëzit, ka theksuar në fillim të fjalës së tij kandidati Paulin Luli, ndaj kërkojmë mbështetjen tuaj që Pukës së fusharëzit t'i shërbej me perspektivë dhe t'i japim ndryshimin pozitiv që meriton. Nga kjo qene, nga ky qytet, falenderoj përzemërsisht pjesëmarrësit, kryetarin e bashkisë, të gjithë që janë të pranishëm, dhe ju siguroj që do t'jem një nga ata persona që do mbështes me të gjitha forcat, me të gjitha energjitë të komunitetit. Këto njerëz kaq bojar, me shumë vlera dhe me shumë respekt t'i kthejmë ti komuniteti atë vot besim që e dhanë për kryetarin e bashkisë. Ti komunitetit t'i kthejmë, t'i ringjallim atë ndjenjën se edhe këtu në Pukë, edhe në çdo fshat Pukës, ka mundësi
të jetohet, ka mundësi të preparohet, të rregullu çdo borë, çdo shtëpi, çdo lagje dhe qytetin. Jam edhe me fat që dy bashkit, si Pukën dhe Fusharsën, i ka fitu Partia Socialiste fal votës tuaj. I dhat besimin kryetarit Gjoni, jep një besimin edhe njeriu tjetër që ka ardhur nga larg për të sjell eksperiencën, përvojën 22 vjeçare me djesën e ballit që të mbështes edhe kryetarin mos ta lënë vetëm, po e rëndësishmja është të mbështes ju. Që jemi të fituar këtë se diskuton asnjëri. Se e shoh në rrjetet sociale, e shoh në përpritjet që kam në popullin, e shoh te kundërshtari që më thot, na morën qafë se erdhe ti. Zi ç'a të bëjmë tani. I themu atyne, votoni për mu, se një të votu për veti, kundërshtarëve. Votoni për mu, se një të votu për vete, që ne nëse të bëjmë diçka, ne do ta bëjmë për gjithë. Në mbyllje të takimit, banorët kanë garantuar kandidatit për mbështetjen në zgjedhjet e 25 qershorit.